Shqipëria bëhet vendi i dytë në botë pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës që shpall Iranin shtet sponsor të terrorizmit. Me 79 vota pro dhe një abstenim, kuvendi miratoi rezolutën e propozuar nga socialistët, në të cilën thuhet se kuvendi i Shqipërisë shpall Republikën Islamike të Iranit si shtet sponsor të terrorizmit dhe si shtet që përdor mjete terroriste në ndjekje të objektivave të tij të politikës së jashtme. Përmes kësaj rezolute, kuvendi i kërkon qeverisë të shpallë organizatat terroriste Hezbollahun dhe Gardën Revolucionare të Iranit, dy prej organizatave më famkeqe të regjimit iranian. Rezoluta dënon sulmet kibernetike të Iranit kundrejt institucioneve të Shqipërisë, ku i fundit ishte ndaj kuvendit, dhe u bën thirrje vendeve të tjera demokratike dhe organizatave ndërkombëtare që të shërtojnë masat koordinuara kundër terrorizmit të sponsorizuar nga shtetet dhe të forcojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në luftën kundër këtyre kërcënimeve. Partia Demokratike, e cila mungoi në seancë për shkak se nuk ishte njoftuar që seanca do të kishte në rend të ditës rezolutën, e cila u caktua nga konferenca kryetarëve vetëm një orë përpara seancës, doli me një deklaratë publike ku e shpalli edhe kjo e fundit Gardën Revolucionare të Teheranit si organizatë terroriste. Partia Demokratike e Shqipërisë shpall Gardën Revolucionare të regjimit diktatorial të Teheranit si organizatë terroriste. Ajo e cilëson shtetin obskurantist të ajatollahëve si sponsorin kryesor të terrorizmit në botë dhe një kërcënim madhor për paqen dhe stabilitetin në lindjen e mesme dhe kudo në glob. Kreu i grupit socialist Auland Balla shprehu keqardhje për mungesën e opozitës, duke thënë se nuk qëndruan krah Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në një moment solemn, por zgjollën interesin e javës për një protestë pa krye të thirrur me 22 mars. Keqardhje për mungesën sot në këtë seancë të deputetëve të 3 grupeve parlamentare të opozitës, të cilët nuk ditën që një moment solemn të një qëndrimi të domosdoshëm urgjent me njëhershëm të Shqipërisë për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për krah vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, sikurse përmenda Gjermaninë dhe Francën dhe plot vende të tjera, për krah një partneri të rëndësishëm si Mbretëria e Bashkuar, nuk dolën sot me interesin e vogël të javës të njoftuar për një tjetër protest pa krye, të vinin në seancën e kuvendit të Shqipërisë dhe ta mbështesin këtë qëndrim, i cili është i domosdoshëm, është urgjent dhe i nevojshëm sa i përket edhe kontekstit të ri pas zhvillimeve, pas sulmit kibernetik kundër kuvendit të Shqipërisë, sa i përket interesit të Shqipërisë të brenda nesh, por edhe zhvillimet që lidhen me bllokimin apo minimin e kanalit Hormuzit apo zhvillimet të tjera të bëra publike. Vjeshtën e vitit 2022, Shqipëria vendosi të ndërpres marrëdhënie diplomatike me Iranin dhe të dëbojë diplomatët iranian në Tiranë, pasi vërtetoi se regjimi i Teheranit fshihej pas sulmit kibernetik ndaj shërbimeve dhe sistemeve shtetërore shqiptare.